Ditën e martë, sepse ju e dini që gjatë javës madhe bërmësoria bëhet mëngjes dhe mëngjesoria bëhet në darkë. E sot ne bëm mëngjesoren e ditës së martë. E në këtë ditë kemi dy tema shumë të rëndësishme. Paravolin e 10 virgjëreshave, të cilat janë pjesë e asaj që quhet shërbesa e dhëndrit, që do të thotë flet për ardhjen e dytë të Krishtit, si dhëndri i kishës. E në këtë paravoli ka disa gjëra shumë të rëndësishme për jetën tonë shpirtërore. Tregohet ishin 10 virgjëreshat, edhe Zoti ju tregon atyre duke përdorur se si bëhej dasma në shekullin e parë në Izrael. Mbas fejesës, dhëndri shkonte në shtëpinë e Nuses së bashku me miqtë e tij, dhe Nusja ishte përgatitur me shumë vasha të tjera që e prisnin me llampa, se vinte gjithmonë natën, pasi nuk e dinte orën e saktë, dhe prandaj shumë merrnin edhe vaj për llampat më tepër se sa duhet. Dhe në këtë tregon paravolinë e virgjëreshave për treguar ardhjen e dytë të Zotit. Dhe thotë 5 ishin të mençura, të cilët e kishin mbushur llampat me vaj, edhe 5 ishin të marra, të cilat nuk e kishin mbushur. Dhe kur ata i zuri gjumi, thohet, erdhi dhëndri, dhe gjithë u zgjuan për të pritur dhëndrin, dhe ata që kishin llampat me vaj u ndezën, ndërsa ato që s'kishin nuk mund ta ndiznin dot llampën dhe u kërkuan atyre të jepnin pak vaj. Ato i thanë, nuk mund të jepet kjo, sepse dhe kjo që kemi ne është vetëm për ne. Dhe ata shkuan për të blerë, dhe ndërkohë dera u mbyll. Dhe kur u kthyen dhe trokitën dhe i thanë Zot na hap derën, Zoti i tha, nuk ju njoh se kush jeni. Kjo është paravolia. Çfarë do thotë kjo paravoli? Të gjithë etrit e kishës kanë predikuar rreth kësaj paravolie, ka që është shumë e rëndësishme. Virgjëreshat dhe llampat tregojnë shpirtin e njeriu. Gjithë jetën që ka bërë ai njeri. Dhe vaji është punët e mira dhe veprat e mira që kanë bërë njerëzit për ndihmuar të tjerët. Kështu shpjegon Shënia Gojarti. Gjithë bamirësitë që bëjmë ne duke ndihmuar të tjerët është pikërisht ajo që mbushim llampën tonë me vaj, dhe kur do vi dhëndri do e kemi të ndezur. Etër të tjerë po në të njëjtën formë e shpjegojnë për një formë detajuar. Një formë detajuar është nga Shën Serafimi i Sarovit, dhe është shumë e rëndësishme për të dëgjuar se si e shpjegon ai. Thot padyshim, thot, virgjëreshat kanë bërë një virtut të madh, sepse kanë shërbyer vazhdimisht. Por nuk e kanë mbushur llampën me vaj. Dhe kush është ky vaj? Vaji është pikërisht thot fitimi i shpirtit shenjtë. Nëse ne bëjmë vepra të mira, duhet i bëjmë në emër të Krishtit. Dhe citon një nga letrat e Shën Antonit të Madh dërguar murgjve. E thot shumë murgjë dhe virgjëresha, e ka fjalën për mugeshat, nuk e kuptojnë që në shpirtin ton janë 3 dëshira, 3 vullnete. Është vullneti i Perëndis, që është i përsosur dhe që është shpëtues dhe shpëton shpirtin ton. Është vullneti ynë, ose dëshira jonë, e cila edhe kur nuk është shkatërruese, nuk mund të na shpëtojë dot. E treta është vullneti dhe dëshira e të ligut, i cili jo do mundohet që mos të bëjnë njerëzit vepra të mira, ose nëse do i bëjnë, nuk do i bëjnë për njerëzit e tjerë, po do i bëjnë që të mburren ata vetë. Dhe vullneti i të ligut nuk shpëton dot, po shkatërron. Ndërsa vullneti jonë shpeshherë mund të duket i mirë në sy. E shumë njerëz që mund të bëjnë bamirësira, vepra të mira, por këto vepra të mira, nëse nuk bëhen për Zotin, e nuk bëhen për njerëzit, por për veten tonë, nuk do kemi dobine. Llampa nuk do ndizet, e nuk do e marrim dot vajin e ngazëllimit, siç e quan psalmisti. Shpeshherë njerëzit i bëjnë për të dukur, ose i bëjnë për të lavdëruar. E njerëz të tillë, nëse ata nuk përfshihen vetë, e nuk do lavdërojnë, ata nuk bëjnë asgjë. Madje shpeshherë bëjnë të kundërt për të shkatërruar veprat e mira të tjerëve. Dëshira nga krenaria nuk është vepër e mirë. Jo çdo punë e mirë në dukje mund të jetë e mirë. Punë e mirë në dukje është ajo që bëhet në emër të Krishtit, që do thotë ne e bëjmë nga dashuria që kemi në shpirt për njerëzit e tjerë. Madje as duam të dukemi e të lavdërojemi. Nëse e bëjmë këtë formë, ne kemi mbledhur vajin dhe llampa jonë do ketë vaj. E në ditën e ardhjes së Zotit
do paraqitemi me llampën e ndezur, që do thotë që do pranohemi në mbretërinë e Zotit. Dhe paravolia e dytë është e talantave, që është po e njëjta me këtë. Talanta është një fjalë fenikase që ka kuptimin e një peshe të caktuar, një sasi e peshe për argjendin ose për arin, dhe më vonë mori kuptimin e dhuratave, nga vjen dhe fjala talent. Talent është fjala talanta. Dhe Zoti i ka dhënë çdo njeriu një talent. Dikujt më shumë, dikujt më pak, për arsyet që i di ai. Në paravolinë e talentave ne kemi që njëri t'i dha 5, tjetri t'i dha 2 dhe njëri t'i dha 1. Ai që kishte 5 e punoi talentin e tij dhe prodhoi 5 talenta të tjera. Ai që kishte 2 bëri 2 të tjera dhe dyfishoi atë. Ndërsa ai që kishte 1 e fsheu talentin. Dhe Zoti e dënoi atë pikërisht se fsheu talentin. Çdo talent që Zoti na ka dhuruar ne duhet ta dyfishojmë. Dhe çmimi do jetë po i njëjtë, shpërblimi. Të gjithëve që do të dyfishojnë do thotë hyni në gëzimin e Zotit tënd. Vetëm kur ne shpërdorim talentin dhe nuk e përdorim, atëherë është në dëmin tonë. Ne nuk e kemi garen me njerëzit e tjerë, çdo njeri. Njerëzit krenar e kanë garen me njerëzit e tjerë. Çdo njeri e ka garen me talentin që i ka dhënë Zoti. Mos shikojmë se çfarë bëjnë tjerët. Dikujt Zoti mund t'i ka dhënë 5 dhe do i kërkojë nga atij 5 të tjera. Nëse njëri t'i ka dhënë 1, do i kërkojë 1. Prandaj dhe kisha na paralajmëronin nëpërmjet këtij tregimi për t'u përgatitur, për t'u përqendruar tek vetja jonë e për ta dyfishuar talentin që na ka dhënë Zoti. Dhe le të mundohemi që ta përdorojmë talentin në mënyrën më të mirë. E le ta mbushim llampën e zemrës sonë me vajin e ngazëllimit që vjen nga çdo punë e mirë që bëjmë ne për ndihmuar njerëzit e tjerë, jo për hirin ton, po për hirin e atyre. Ky është vaji i ngazëllimit. E do donja të nxjisja ju, veten time e të gjithë, që le të përpiqemi për sa kohë do jemi në këtë botë që të përgatisim llampën, sepse do vi një ditë që nuk ka më kohë. Do duam që ta mbushim, por nuk do jetë më, dera do mbyllet. E çdo njeri do gjykohet në çastin që do merret. Është një histori shumë e bukur nga murgjit e shkretirës, që vjen një murg i cili kishte bërë një mëkat dhe i thot Jerondi i tij, Jeron thot rash. Ai thot ngriu. Rash përsëri, ngriu përsëri thot. Dhe lutu që kur të vi Perëndia të gjej të ngritur. Këto fjalë janë dhe për gjithë secilin nga ne. Le të përpiqemi për të realizuar mbushjen e zemrës tonë me vajin e ngazëllimit, sepse ne nuk e dim orën kur do vi Zoti. Shën Pavli shkruan e thot, do vi si vjedhës thot në mes të natës, që askush nuk e di se kur. Prandaj dhe duhet jemi vigjilent. Asnjë nuk e di ditën kur do paraqitemi përpara Zotit. Nëse do jemi vigjilent, e do përpiqemi, e do e mbushim llampën e shpirtit tonë me vaj, atëherë do gëzohemi edhe ne bashkë me ardhjen e dhëndrit, që do thotë ardhja e dytë e Krishtit. Amin.